Qeverisë, duke paraprirë shkarkimin nga drejtuesi politik i Tiranës, duke hequr lejet e ndërtimit, duke goditur tek kolona vertebrale 5D-ja, pra në një farë mënyrë ai bashkinë ja ktheu në një magazin boshe, tek e cila ai nuk mund të vepronte dot me atë rendiment që thoshte. E kthehemi prapë ke pjesa e Velis. Pra, ju e patë që me Velin filluan me kontrolle banesash, që prisnin hetuesit nga 2 orë, po ne nuk e dim sa hyrje kishte shtëpia, e të tjera. Pra, pastaj derivuan në një arrest. Kjo çështja e lidhjeve të këtij Agasit, unë dëgjova zotin Beleri, unë nuk e di nga ka këtë informacion, por një korrigjim do bëj. Ngjarja ka ndodhur, por unë nuk besoj që Agasi ka mbajtur në detyrë. Pra, lidhja ekziston, thua ti, mes Irena Gjokës. Ja, ta zbërthem pak, se nuk e kalojmë kështu. Atëherë, lidhja ekziston, thua ti, mes Agasit dhe Irena Gjokës, ose thënë ndryshe, Irena Gjoka po mbahet në detyrë nga dikush edhe përmes Agasit, po nuk është ai personi kryesor, thua, apo jo? Këtë nën kuptove? Po, shiko që të rish në punë në GKK ose në SPAK, duhet që fjala që të vjen të kthehet në vepër. A që një parull kodën vejt, partinën a jon, fjala jote, vepra jon. Edhe aty kemi mbërritur, Armela. Pra, Agasi është një korrier i cili merr fjalën e Ramës dhe e çon te gjyqtare, sepse sigurisht ku shërbimet janë në përkëmbë, flas të thuajt, ose këto tanët nuk e kanë problem këtë punë, direkt ata janë korrier vetë. Po flas shërbimet e huaja janë shumë sensitive, sidomos në këtë grad ku ka arrit institucionet shqiptare. Janë kryer në marioneta politike të partive politike të majorancës, kundër opozitës. Ju shikoni raportin e Zanierit, që asnjëherë në 35 vjet ata nuk flasin e nuk bëjnë vërejtje, por e mbajnë pending, gjithmonë pending. 35 vjet pending, kishte probleme, por nuk ndikon në rezultatin e zgjedhjeve. Vetëm në raportet në Shqipëri kam parë që zgjedhjet nuk janë të drejta dhe të lira, por kjo nuk ndikon në rezultatin e zgjedhjeve. Për të mbetur te Agasi dhe Irena Gjoka. Po, prita, këtu jemi. Pra, Agasi ka shpënd llafin Ilona Gjokës. Dhe i ka thënë, do bësh këtë, sepse ti përmenda shërbimet, Rama e ka të pamundur fizikisht të atakojë Irena Gjokën në këto kushte, që ka mbritur situata. E ka absolutisht të pamundur. Në çfarë do lloj rrethane, në çfarë do lloj mbrojtje. E ka absolutisht të pamundur. Dhe sigurisht përdor Agasin, i cili nuk është pjesë e sistemit drejtësisë. Pra Agasi, e kupton, bën një takim për një X problem dhe nuk i shkon në mend njeriu që është një porosi e Ramës, ose dhe mund t'i shkojnë në mend, por nuk është aq e drejt për drejt sa për të bërë aferë. Ndërsa takimi personal që ka bërë me Sinaloan kryeministri, aty pas e ka problem shumë të madh. Aty nuk ka përdorur këtë Agasi. Sepse gjëja delegacioni huaj etj. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe po ta marrësh, kjo është një nga ato pikat e rëndësishme të puzzle-it. Që me goditjen e kryetarit të opozitës, dhe më tej pastaj me qendresën e Irena Gjokës, do t'ju bëj një pyetje Armela, mendoni ju që Irena Gjoka është një shote Galic, e cila ka trimërinë dhe guximin edhe në shkeljet ligjit, se po t'ishtë në drejtën e saj, i bëje halal, të qëndrojnë në detyrë dhe të mos shkulet prej atje me qindra kërkesa, jo vetëm nga ne, nga gjitha çështjet që ka pas dorë kundër opozitës, dhe të qëndrojë atje, çfarë mban atë në krye? Këtë përgjigje unë nuk e jap dot, por ama unë di një gjë. Di që Irena Gjoka ka probleme vetë
me drejtësinë, me sistemin e drejtësisë, ka probleme vetë si këtu, po ka probleme, sidomos ajo çfarë jeni ndalur ju që lidhet me Greqinë. Kjo e bën të atakueshme dhe të kapshme, si logjik them unë, sepse unë jam gazetare, nuk shpreh opinione, po, si logjik. Po kush e mban? Nëse Irena në orën 14 në drek ka bërë ndërmend, i shkon ndërmend që t'jap dorëheqjen, ajo e bisedon me dikë. Por sa të vej ora 14 në orën